Brezat e humbur, kur vlerat u zëvendësuan me rroba luksi. Në një botë që po ndryshon me shpejtësi, ku ritmi i jetës është bërë frenetik dhe ku pamjet dhe duke shpesh vlerësohen më shumë se thelbi, po humbasim diçka thelbësore. Po humbasim brezin ton, ato rënje që na lidhin me identitetin ton, me historinë dhe me shpirtin e një kombi. Në kohën e prindërve tan, vlerat e jetës ishin të qarta: punë e ndershme, sakrificë, nder, respekt dhe dinjitet. Ata ngritën shtëpi jo vetëm me tulla dhe llaç, por me djers dhe me shpirt. Ata rritën brezin e ri duke i mësuar vlerat më të rëndësishme: durimin, përkushtimin dhe dashurinë e sinqertë. Nuk kishin nevojë për shfaqje në rrjetet sociale apo për luks të tepruar që të ndiheshin të plotësuar. Jeta ishte thjesht e vërtetë dhe e fortë. Brezi i punës dhe sakrificës. Prindërit tanë punuan me orë të gjata në miniera, në fusha, në fabrika e ndërtime, shpesh me kushte të vështira, por kur nuk u ndalën. Ata nuk prisnin pasuri të gatshme, as të dilnin në rrjetet sociale për të marrë lavdërime për punën e tyre. Ata punuan për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët, për t'u dhënë atyre një shkollë, një edukim dhe një mundësi për të ngritur kokën me krenari. Ata nuk blen marka luksi, por investuan në familje dhe vlera të qëndrueshme. Nuk ikën për të kërkuar jetën e ëndërruar në botë të largëta, por luftuan për të krijuar një jetë të denjë në vendin e tyre. Ata ishin shembuj të gjallë të dinjitetit dhe përgjegjësisë, të cilët sot na mungojnë. Brezi i rrjeteve sociale dhe suksesit të shpejtë. Në anën tjetër, gjenerata e sotme, brezi i TikTokut dhe Instagramit, është rritur në një epokë ku dukja shpesh vlerësohet mbi substancën. Likejet, followersat, udhëtimet luksoze dhe përkrahja virtuale janë shpesh matësit kryesor të vlerës njerëzore. Shpesh mungon puna e palodhur, mungon përkushtimi ndaj qëllimeve afatgjata, mungon respekti për përvojën dhe për brezin që na parapriu. Për shumë të rinj, suksesi matet nga sa shpejt mund të bëhen të famshëm, sa shpejt mund të blejnë makinën e fundit apo të shfaqin stilin më të shtrenjtë të jetës në Instagram. Në këtë rrugë, shumë herë humbet kuptimi i sakrificës, i ndërgjegjes për punën që duhet bërë dhe i përgjegjësisë që çdo fitore e madhe kërkon. Humbja e identitetit dhe erosioni i vlerave. Më e rënda është humbja e lidhjes me identitetin ton kulturor dhe shoqëror. Bëhemi arrogante ndaj atyre që na mësuan më parë, shohim me përbuzje ata që përfaqësojnë thjeshtësinë dhe modestinë, dhe në vend që të ndjekim rrugën e punës dhe të përgjegjësisë, adhurojmë imazhin dhe iluzionin. I quajmë të vjetër dhe prapa mode prindërit dhe gjyshërit tanë. I anashkalojmë mësimet dhe historitë e tyre si gjëra të vjetruara, të pavlera. I harrojmë vlerat që ata mbajtën gjallë me aq mund e sakrificë. Në këtë humner të harresës, rrezikojmë të humbasim më shumë se brezin ton, rrezikojmë të humbasim vetë shpirtin dhe identitetin ton. Kujtesa si detyrë dhe përgjegjësi. Para se brezi i vjetër të shuhet përfundimisht, duhet të ngrem zërin dhe të themi faleminderit. Faleminderit për durimin e tyre të pashoq, përpjekjet e tyre pa fund, dashurinë e tyre pa kushte. Ata na dhanë themelet, ndërsa ne duhet të ndërtojmë shtëpinë mbi këto themele dhe jo të rënojmë gjithçka për shkak të një mode të përkohshme apo një dëshire të shfrenuar për luks. Çfarë do të lëm pas nesh? Pyetja që duhet të na bëjë të reflektojmë është kjo. Çfarë trashëgim do të lëm ne pas? A do të jemi brezi që do të kujtojë dhe do të çmojë përpjekjet e atyre që na paraprin? Apo do të jemi brezi që, në kërkim të famës dhe pasurisë së shpejtë, do të harrojë se çdo sukses i vërtet kërkon kohë, sakrificë dhe përgjegjësi? Nëse nuk e kujtojmë, nëse nuk e nderojmë, atëherë po i japim fund një historie të bukur që u shkrua me gjak dhe me përkushtim. Thirrje për vetdije dhe rikthim te vlerat. Është koha të reflektojmë. Nuk është e kohë të ngrihemi dhe të themi: nuk dua të jem vetëm një imazh i bukur në ekran. Nuk dua të jem vetëm një imazh i bukur në ekran. Dua të kem një jetë me kuptim, me vlera të qëndrueshme. Dua të ndërtoj diçka që do të mbijetoj pas meje. Në fund të ditës, jeta nuk është një trend që kalon shpejt, por është një rrugëtim i gjatë që kërkon punë, respekt dhe nder. Brezat e humbur janë një kujtesë për ne të gjithë. A do të jemi brezi që do ta rikthejë dinjitetin dhe vlerat? Apo do të lejojmë që ky brez të zhduket në harresë, ndërsa ne shkojmë pas iluzioneve të momentit? Dua të ndërtoj diçka që do të mbijetoj pas meje.